Nëse po dëshiron edhe ti me përgatit një krelon me miell misre dhe me djathë që del shumë i butë, ka shumë shije edhe merr shumë pak kohë me përgatit, atëherë shikoje këtë video. Krejt çka duhet të bëjmë është që fillimisht vezët, unë kam përdorur 3 vezë për këtë recetë, ti bëjmë së bashku me pak djathë, këtu kam diku rreth 150 gram djathë të fortë, i bëjmë bashkë me vezët, i tunde me një tel kuzhine. Unë e preferoj që të shtoj djathin tek vezët, për shkak që më vjen më lehtë për ta shtypur akoma më shumë, që të mos mbet djathi me copa të mëdha. Përveç djathit, te kjo recetë mundeni me shtu edhe përbërës tjerë, qoftë spinaq apo edhe me djathë kaçkavall, merr një shije shumë të mirë. Pas vezëve dhe djathit, do të shtojmë edhe 3 filxhana kos. Filxhanin që unë po e përdor për këtë recetë i ka 200 ml. Marrim kosin dhe i shtojmë 3 filxhana tek vezët dhe djathi që i përgatitëm pak më herët. Në vend të kosit mund të shtoni edhe jogurt, mirë, por nëse e shene me sy që masa kur t'i shtohet mielli ka mbet akoma më e hollë, atëherë mundet t'i shtoni edhe pak miell vetëm derisa të formohet një masë si në videon që do ta shohim në vazhdim. Pastaj i shtojmë edhe vajin, unë kam përdorur 1 gotë çajit vaj dhe i shtojmë edhe kripën. Unë kam këtu një lugë të vogël me krep, pasi që edhe djathi ka krep. Jo duhet të keni kujdes, nëse djathi ka krep, t'i shtoni krep sipas shijes tuaj, ose e kundërta, nëse ka shumë krep, mos t'i shtoni fare. I përzijejmë pak, derisa të bashkohen në mes vete kosi me vezët. Tani do i shtojmë miellin e mistrit. Edhe për miellin e mistrit e kam përdorur filxhanin e njëjtë që i ka 200 ml. Ende pa e përzier miellin, do i shtoj edhe pluhurin për pjekje. Këtu kam 12 gram pluhur për pjekje. Pluhurin për pjekje e përzijej me duar në këtë mënyrë që të bashkohet mirë me miellin. Tani do ta përzijej me një lugë. Pasi e kemi përzier mirë brumen, e lëm anash pak, para se ta vendosim në tepsi. Kjo është tepsia të cilën do e përdori unë për ta hedhur krelanën, mirë po paraprakisht i shtoj vetëm pak vaj dhe e kaloj në furrë për ta ngrohur. Derisa të ngrohet edhe vaji, do e lëm të pushoj edhe brumi i krelanës. Tepsin po e kaloj në furrë të para ngrohur dhe pastaj do i shtojmë brumin. Tani vaji është ngrohur dhe sipër do t'i shtojmë brumin që e përgatitëm më herët. Brumin e rafshoj mirë në tepsi,
E pastaj do ta pjekim në furrën e parangrohur në 200 gradë. Sipër mundeni me i shtu edhe fara të susamit, sipas shijes tuaj. Pjekja zgjat 30 deri në 35 minuta duke e përcjellur vazhdimisht. Në 10 minutat e parë ose edhe më pak, sapo të shoh që ka filluar të dyfishohet, e vendosin në fund të shparetit e pastaj e kthej në mes, derisa të skuqet sipër dhe të shohim që brumi është pjekur totalisht. Kështu po duket para pjekjes krelana. Tani e kalojmë në furrë. Krelana është gati, e ka marrë këtë pamje, është pjek mjaftueshëm dhe tani do ta ndajmë në copa. Pra edhe një herë, masat që unë i kam përdor janë për tepsin 25 cm. Nëse dëshironi në tepsi më të madhe, thjesht i dyfishoni masat. Ja, pra kështu po duket, është shumë i butë, është pjekur mjaftueshëm në të dy anët, edhe shija është shumë e mirë.